me kapi. Po vajna. Mirëmbrëma të gjithëve, jemi kaq shumë sonte për numrin 5, Partinë Socialiste në mandatin e saj të 4 dhe Edi Ramën, kryeministrin që do na çojë mua aty ku e kemi vendin, në familjen tonë natyrale, Bashkimin Evropian. Jemi me zemrën plot sot dhe shpresë plot. Jo se kemi përballë ata që kemi, shije shkruaj, dëgjoj kur flasin dhe ua di rezultatin, sepse ne garën nuk e kemi me ta, po garën e kemi me veten për të qenë gjithmonë më të mirë, gjithmonë më të fortë, gjithmonë më të shpejt, gjithmonë më të vendosur, gjithmonë më të ndershëm, gjithmonë përpara për Shqipërinë me Partinë Socialiste dhe me qeverinë e saj. Unë nuk do rendis të gjitha ato që kemi bërë dhe të gjitha arritjet nga distanca, nga rruga që kemi përshkruar nga 2013 e sot. Të ardhurat për frym të shqiptarëve, sot janë 3 fish krahasuar me 2013-ën. Sot prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë është 2.6 herë më i lartë. Sot paga mesatare është më shumë se dyfishuar. Sot paga në sektorin publik në muajt që vinë, në vitin që vjen do shkojë 1.300 euro. Pensionit janë rritur. Ne shpresojmë që brenda vitit tjetër paga minimale të shkojë 500 euro. Është rritur sot, është 400 euro. Shqipëria sot është dinjitoze. Mu në dyert e Bashkimit Evropian, sepse ne në të gjithë sektorët, në të gjitha fushat, kudo ku kemi vënë dorën për të punuar, kemi arritur rezultatet që Shqipëria sot nga 1 milion turist ka shkuar në 12 milion turist që nuk vizitojnë më një Shqipëri pa një qendër urbane të zhvilluar, po mos flasim për fshatrat, por një Shqipëri që të bën sot krenar, një Shqipëri që sigurisht ka shumë për të bërë, por që nuk mund të krahasohet me atë që ishte, një Shqipëri që ecën më shpejt, në fakt vendi që ecën më shpejt dhe më i vendosur drejt Bashkimit Evropian. Asnjë vend tjetër kandidat nuk i ka patur sfidat e Shqipërisë në këtë rrugtim dhe nuk ka patur vendosmërinë e saj të pathyeshme për të reformuar. Nuk i marrë me radhë të gjitha reformat, se ju i dini nga reforma në drejtësi që ja shkulli nga duart politikës dhe pushtetin sistemit të drejtësisë, politikës dhe ja dha atë qytetarëve, ja dha atë një pushtet të tretë, ja ktheu qytetarëve një pushtet të grabitur. Dhe është Partia Socialiste, qeveria e saj, është vendosmëria e Edi Ramës, që sot ne kemi një shans real për t'i mbyllur negociatat brenda 2 viteve me Bashkimin Evropian, brenda 2027-ës, dhe ta bëjmë Shqipërinë antare të barabartë në Bashkimin Evropian brenda 2030-ës, brenda kësaj dekade. Këto janë zgjedhje historike. Këto nuk janë zgjedhjet e radhës, këto nuk janë zgjedhjet të çfarëdoshme. Këto janë zgjedhjet më të rëndësishme të Shqipërisë, ndoshta po aq të rëndësishme sa zgjedhjet e 91-92 ku përmbys sistemi, sepse një herë e mirë do përmbyset tranzicioni dhe ne do hyjmë në rrugën pa kthim të Shqipërisë europiane. Për të rinjt, për fëmijët tanë, për fermerët, për studentët, për akademikët, për njerëzit që duan të kenë një pasaport dinjitoze, një pasaport e cila nuk i lë ata pas, si që rinim ne, me kokën pas kur vinim nga universitetet e botës dhe udhtonim dhe ulnim kokën në çdo stend të policëve
apo të doganierëve evropian, sepse na shikonin me dyshim, dhe komplimenti më i madh që mund të merrnim ishte nuk dukesh shqiptare, sikur të ishte shqiptare apo shqiptar, ishte turp. Shiheshe me dyshim. Sot Shqipëria qëndron e barabartë në të gjitha forumet ndërkombëtare. Kudo ku prezantohemi me dinjitet dhe kokën lart, me Edi Ramën, kapitenin e kësaj skuadre, i cili nuk ndalet dhe nuk do të ndalet derisa ta çojë Shqipërinë aty ku e meriton. Sot për herë të parë votojnë diaspora shqiptare. Mua nuk më pëlqen kjo fjalë se duket si e largët, duket sikur nuk na përket. Por ata njerëz, motrat dhe vëllezërit tanë që jetojnë jashtë, janë këtu me mendje, janë këtu me zemër, janë këtu me kontributet e tyre, jo vetëm financiare, po e ndjekin situatën e Shqipërisë hap pas hapi. Dhe ata e dinë më mirë se kushdo në Itali apo në Greqi, se çdo të thotë ti jesh i përbuzur, e çdo të thotë të jesh i respektuar, se ke një qeveri e cila të respekton dhe të nderon kudo. Dhe për herë të parë, ata, europianët e Shqipërisë, do votojnë për Shqipërinë europiane në këto zgjedhje në 11 maj për numrin 5 dhe Partinë Socialiste të Shqipërisë. Ata do të votojnë sepse ata e dinë shumë mirë se çdo të thotë të vije në verë me dashurim për vendin tënd, po me breng në zemër se nuk kishe ku t'i çoje miqt, nuk kishe ku t'i çoje bashkëpunëtorët, nuk kishe ku t'i çoje partnerët, nuk mund t'ju tregoje përveç bukurive natyrore asgjë tjetër nga Shqipëria jonë. Të gjithë e kemi provuar, ne që kemi jetuar jashtë me vite, kemi studiuar apo kemi punuar, e dim shumë mirë si u thoshim miqve tanë, jo mos hajde se s'jam aty, në mes të Tiranës Balta ishte deri në gjuhë, jo më në fshatrat më të largët e në qytetet e tjera. Shiheni sot Shqipërinë, Shqipëria nga Shkodra, në Tiranë, po në Durrës, në Korçë, në Vlorë, kudo ku ne kemi vënë dorë, kemi një Shqipëri të transformuar. Në Berat, në Kukës, në Gjirokastër dhe në çdo qendër tjetër urbane e cila nuk njihet me atë që ka qenë. Por për ta çuar deri në fund të mision, na duhet kjo skuadër fantastike që është mbledhur sot këtu me të gjithë ju dhe me të gjithë ata që do na votojnë, edhe pavarësisht bindjeve të tyre të mëparshme. Dhe unë këtë e kam besim. E kam besim se këtu në qarkun e Tiranës, nga Kavaja në Rogozhin, nga Vora, nga Kamza, nga Tirana, të gjithë do ngrihen në këmbë për të votuar këtë projekt që nuk është projekti i partisë, po është projekti i fëmisë, është projekti i fëmijëve tanë, është projekti i të ardhmes tonë, është projekti që patë në mendje në zemër etrit themelues të këtij vendi, rilindasit tanë kur thanë që dielli për Shqipërinë lind nga Perëndon. Dhe ata nuk do ta lënë veten në dorë të atyre që s'ka nevojë për koment. Një aftësi duhet t'ua njohim. Din të humbin më shumë se gjithçka tjetër. Shihni skuadrën e tyre të mbyllur, atë hapur dhe do kuptoni që ajo është vetëm një mburoj, ajo është vetëm një bunker për një familje të vetme. Po ç'pun ka ajo familje me familjet shqiptare dhe me familjen e madhe të shqiptarëve këtu dhe në diasporë dhe jashtë që do ngrihet në këmbë t'i thot po Shqipërisë europiane. Asnjë lidhje nuk kanë. Dua të prezantoj vetëm disa nga antarët e skuadrës tonë, kandidatët tonë fantastik në Kavaj, në Rogozhin, në Kamës dhe në Vorë. Dhe më pas, sigurisht do vi mikja ime e palodhur Ogerta, që do prezantoj pjesën tjetër të skuadrës së Tiranës.
me cilën duhet të vrapojmë nga sot e deri në 11 maj. Duhet vrapojmë të gjithë se kjo është e ardhmja jonë. Dua të ftoj të parën, Sofika Leshin, kandidaten tonë në Kamës, një vajzë e re 27 vjeçe, është mësuese e artit pamor, punon me fëmijë të moshave të ndryshme në studion e saj të pikturës në Kamës, e kam parë vetë se sa e lidhur është me nxënësit e saj, çfarë ekspozitash bën, sa shumë ju jep nga ngjyrat e saj, është me origjinë nga Mirdita dhe është lindur dhe rritur në Valias, ku siç më tha dhe vetë, gjithmonë i orientonim njerëzit, thoshin për të ardhur të shtëpia, kalote ky kanal, pastaj ktheu majtas te kanali tjetër, pastaj në kanalin tjetër, pastaj te bulevardi blu, pastaj ktheu te një kanal. Po sot Kamza është bashkia më e transformuar në Republikën e Shqipërisë. Është bashkia që di çdo të thot, ta japësh votën dhe ta hedhësh atë në vendin e dur. E di çdo të thot, votosh njeriu e dur. Di çdo të thot se ç'mund të bëj vota. Se si mu transformoj ajo qerdhet, kopshtet, shkollat, kanalizimet, ujësjellcat, e gjithë shka tjetër për një komunitet. Zbashku me Rakip Sulin dhe gjithë ekipin tonë dhe me Sofikën, ne do të regojmë se Kamza është ngritur në këmbë dhe Kamza voton qytetarisht dhe pa dallim për Partinë Socialiste sepse voton për punën dhe ndryshimin. E dyta, po jo për nga rëndësia, Kejsi Elezi, kandidatja jonë më e re, vetëm 20 vjeç, e lindur dhe e rritur në Babru të Paskuqanit. Nuk kam nevojë t'ju them më shumë se si ishte Paskuqani dhe si është Paskuqani sot. Jo vetëm se ka kopshtet dhe shkollat më të transformuara, ka psuar një revolucion në infrastrukturën arsimore, ka një park fantastik të transformuar falpunës që i është kthyer edhe si pronë bashkisë së Kamzës dhe është gati me Kejsin të vazhdoj përpara për Partinë Socialiste. Halil Koloshi, doktori jon me 30 vjet kontribute në Bathore, i është gjendur të gjithëve pa u lodhur, sidomos gjatë kohës pandemisë, ku nuk është ndalur për t'i shërbyer komunitetit me origjinë nga Kuksi, si shumë nga ata që erdhën në periferi të Tiranës dhe ndryshuan ato komunitete, ndryshuan jetën e tyre me gjak, me djers, me mund. Halili e di shumë mirë, çdo të thotë, ti je pranë njerëzve dhe me njerëzit. Forca Halil, forca Bathoria, forca Kamza. Dhe sigurisht ajo që nuk ka nevojë për prezantim, Lindita Nikolla. Kryetarja ime e kuvendit dhe një njeri që s'ka rëndësi, është kryetare, s'është kryetare, është këtu, është aty, kakarike, s'kakarike, nuk i është ndar Kamzës, nuk i është ndar komunitetit kësaj zone dhe punon me të gjithë energjitë e saj, me të gjithë ekipin ton. Kalojmë të Vora. Ornaldo Rakipi, një deputet i ri, me shumë energji, që në zgjedhjet e 2021-shit mori një rezultat fantastik, dhe Ornaldo punon me Vorën, zbashku me Blerimin, kryetarin tonë bashkisë, zbashku me gjithë ata që kanë marrë rezultatin më të mirë që kemi marrë ndonjëherë në zgjedhjet e 2023-shit, e sigurisht të rezultat jo vetëm do ta ruajmë, po do ta çojmë më larg. Suksese, Ornaldo. Kalojmë te Kavaja. Ilva Gjuzi, zëvendës ministrja jon e turizmit dhe mjedisit, me nonën nga Kavaja, me babën nga Golemi, si që thot dhe vetë, nëna e 3 fëmijëve pozitive, do të punoj me komunitetin, njeh mirë sektorin e turizmit, si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat, me sipërmarrjet e saj dhe të familjes. Ilva, mirë se erdhe, forca për Kavajën.
Eldian Çepeli është një djalë i Kavajës, familje e njohur në Kavaj, familje qytetare. Ai ka ndjekur rrugën e nënës tij dhe të motrës tij, rrugën e mjekësisë. Motra e tij është kirurge në Itali dhe së bashku sigurisht me të gjithë shqiptarët e Kavajës që jetojnë në Itali, ku është një komunitet i madh, jam e sigurt bashkë edhe me kavajësit, Eldi, dhe me gjithë familjet që janë aty që kuptojnë se pavarësisht dallimit të ngjyrave të vjetra, ku ato dy gishtat prej betoni a nuk di qëndroni në qendër të Kavajës, si një dëshmi se vetëm dy gishtat u kishte lënë pas Partia Demokratike dhe ai në krye, se i përdorte si mish për topin e tij elektoral, pa i dhënë Kavajës asgjë mbrapsh. Dhe sot, ju e dini, mungesa e respektit për Kavajën u tregua me ato primaret e famshme, të cilat në krye në qarkun e Tiranës nxorën kandidatin e Kavajës, po në fakt kur erdhi puna që të vendosej lista e bunkerit të familjes, Kavaja doli në bisht dhe as nuk e vun kandidatin më të votuar të primareve. Kavaja jo vetëm është e pa respektuar, po historikisht ka qenë e pa respektuar nga ata që e kanë qeverisur. Ndryshimi i Kavajës ndodhi vetëm kur Partia Socialiste fitoi në Kavaj dhe kur Partia Socialiste fiton në Kavaj, siç do fitoi këtë radhë për të treguar se qytetaria del mbi partinë dhe mungesa e respektit kthehet me vot për ata që din të respektojnë. Dhe ne kemi respektuar Kavajën edhe me ish kryeministrin Pandeli Majko, që është kandidati jonë në Kavaj, deputet për gjithë legislaturat. Ne i kemi dhënë Kavajës një ish kryeministër që punon me zemër për atë komunitet që i gjendet pranë dhe që do t'i gjendet pranë në Vimësi, së bashku me kryetaren e kuvendit dhe së bashku me këtë ekip të rinj dhe njerëzish që din ç'bëjnë, din ç'thon dhe që atë komunitet e duan. Tani kam kënaqësinë e madhe t'ja jap fjalën Ogertës, shoqes tonë që ka barrën e madhe të Bashkisë së Tiranës, po dhe kënaqësinë shumë të madhe për të punuar për këtë bashki që është transformuar rëndësisht dhe për cilën ne jemi shumë krenar. Ne jemi krenar për punën që është bërë në Tiranë dhe do jemi gjithmonë. Ogerta. Elisa, mos u largo. Unë kam vënë këtë mizën këtu, se nuk doja të harroja asnjë, po kam përshtypjen që pa dashje nuk e përmendur Qershin mbi tort. Qershin mbi tort. Rogozhinën. Antonela Dedej është një vajzë me këmbë në tokë, në kryetarja jonë e bashkisë, për disa kohë ka qenë edhe kryetare e bashkisë, e komanduar, një familje e njohur në Rogozhin, është një vajzë e cila punon pa u ndjerë shumë, po punon shumë dhe do t'i ndihet zëri në 11 maj. Për veten dhe për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Ogerta, Qershin e thash, tani për ty që je qershia mbi qershi. Faleminderit, qershia e vërtet janë gjithë të rinj, entuziazmi tyre. Faleminderit të gjithëve, faleminderit Tirana, faleminderit Kamza, Vora, Rogozhina, Kavaja, një super energji që vetëm socialistët bindzurojnë. Tirana do t'jetë lokomotiva e fitores së këtyre zgjedhjeve, jo sepse është kryeqyteti ynë, por sepse është simboli i punëve të mira dhe i transformimit që ka ndodhur në të gjithë Shqipërinë fal punës, përpjekjeve, vizionit e Edi Ramos dhe Partisë Socialiste. Është ky momenti për të finalizuar ëndrrën tonë të kahershme, për ta parë Shqipërinë
në familjen e Bashkimit Evropiane për t'i dhënë çdo shqiptari pasaportën europiane. Dhe ky është një mision historik dhe ky mision kërkon një skuadër të kompletuar, skuadrën tonë qarku Tiranës. Një skuadër ku ndërthuret eksperjenca dhe përvoja, ku ndërthuret energjia e të rinjve, ku ndërthuren profesionistët e rinj, ku ndërthuret fuqia e grave që kanë kontribut në shoqëri dhe të rinjve talentuar gati për Shqipërinë 2030. Kjo skuadër fituese drejtohet nga kapiteni ynë, nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, që pas 9 fitoresh radhazi do ta çojë Tiranën dhe krejt Shqipërinë drejt fitores së 10 të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Pa humbur kohë, dua të thras që të na bashkohen këtu pjesëtarët e skuadrës son. Dhe dua ta filloj nga Erion Mala. Erion, pedagogi shkencave juridike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, një profesionist me përvojë që do kontribuojë për komunitetin, jo vetëm një qytetar i mirë i Laprakës, qytetar i mirë i Tiranës, që presim një kontribut jashtëzakonshëm nga një tropojan safi. Iris Luarasi, pedagoge e gazetaris, aktiviste e njohur në mbrojtje të drejtave të grave, drejtave të njeriut, një zë i fuqishëm për barazin dhe drejtësinë sociale. Adea Firdeni, ministre e shtetit kontribuese në ndjekjen e proceseve të integrimit europian dhe bashkë me Ervin Hoxhën, ministrin tonë të brendshëm. Dhe me ekipin fantastik, dhe dua ta dëgjoj, ekipin fantastik të njësisë 1, do ta çojmë përpara edhe më shumë fitoren e Tiranës. Olta Gjatshka, deputete drejtuese, Arben Plumbi, deputet dhe kontributor në politikat zhvillimore së bashku, do të garantojnë për Partinë Socialiste fitore në njësinë 2 të kryeqytetit. Klotilda Bushka, me përkushtimin e saj ndaj qytetarëve të njësisë 3, Blerina Gjulameti me energjinë e saj e shërbimin ndaj qytetarëve të njësisë 4. Po punojmë fort për të celluar avantazhin e Partisë Socialiste në këto zona. Persida Shkrepa, e ardhur nga platforma Deputeti që duam, një profesioniste e re tashmë e ka një mision të vetin, mbështetjen e të rinjve. Andi Seferi, i njohur për shërbimin e tij për komunitetin e Tiranës, një përfaqësues i denjë vlerave të tironësve Demba Baden. Nga platforma Deputeti që duam, sërish kemi një tironës, Flor Pullazin, i cili vjen me një bagazh të angazhimit në strukturat Partisë Socialiste dhe shërbimi për komunitetin në njësinë e tij. Flak fare ka qenë njësia 5 për Partinë Socialiste. Edhe më flak do t'jetë njësia 5 me Erion Vraçen, një prej shtyllave në themelet e Partisë Socialiste, bashkë me Telina Ibrahimen, ministren tonë si përmarrjes, do jetë fitoria historike. Edvira Durmishaj, sërish një tjetër kandidate nga platforma Deputeti që duam, një profesioniste me përvojë, përfaqësuese e komunitetit musliman, gjithashtu dhe një aktiviste për drejtat e grave dhe liritë themelore të njeriut. Kombinati! Është patyshim një prej njësive që ka mbajtur flamurin e fitoreve të Partisë Socialiste. Me siguri që do ta çojë edhe më lart në 11 maj, Blendi Gonxhe dhe ekipi i tij në njësinë 6. Etilda Gjonaj, një zë profesional dhe aktiv i Partisë Socialiste, bashkë me ekipin e njësisë 7, do garantoj fitoren e Partisë Socialiste në këtë njësi. Glimxhet Madhi, Gjeti ku je? Prej vitesh drejtues i forumit rinor Partisë
Partisë Socialiste Tiranës, organizator shkëlqyer i të rinjve socialist, do të vjoj të kontribuoj për rritjen e të rinjve dhe pjesëmarrjes tyre në vendimarrje. Një ekip fantastik është ai një sistet, zemrës Tiranës. Me Mimi Kodhelin, që e njohim gjithë për kontributin e saj, të spikatur, bashkë me Igli Hasanin, ministrin tonë për Europën dhe punët e jashtme. Super, në si atë do bëjmë fitore në radhës. Taulan Balla, si drejtues për diasporën sot nuk ishte ku t'ishte ndryshe përveç se në diasporë është në Londër për të vijuar dhe për të garantuar që shqiptarët në diasporë do të votojnë Edi Ramon dhe Partinë Socialiste. Silta Çepe, juriste dhe eksperte në çështje sigurisë dhe drejtave të njeriut, do të vijoj të kontribuoj në këtë qëllim dhe do të vijoj të kontribuoj për komunitetin edhe në njësinë ku është sot e deleguar Albana Koqiu, ministre e në shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, e cila drejton me përkushtim njësinë 11, a dëgjoj pak njësinë 11. Blendi Sulaj, pedagog, i bashkohet ekipit Tiranës në këto zgjedhje për të treguar Blendi se nuk është asnjëherë vonë të zgjedhësh drejtimin e dur. Anila Denaj, ministre e bujqësisë zhvillimit rural, është bashkuar ekipeve të Krapës, Bërgjitës Zallherit dhe njësisë 13 për të vijuar garantimin e fitores Partisë Socialiste. Gjemal Qefalia nuk ka nevojë për shumë prezantime, sepse zonën e tij dhe jo vetëm, ai është i kudo ndodhur, njësia administrative 12, Dajt, Zallbastar dhe Shëngjergj. Alit Valteri, një tjetër kandidat nga platforma Deputeti që duam, i bashkohet ekipit tonë për të dhënë kontributin përmes mbështetësve të tij për këtë fushat, për Partinë Socialiste në njësinë 14, ose siç njihet ndryshe zona e Astirit, do kemi Flaren Drecën, një zot fort në mbështetje të komunitetit. Dhe për zonën e Kasharit, një deputete me eksperiencë të përkushtuar, Ermonela Felaj. Endrit Brajmllari i bashkohet skuadrës të Tiranës për cjell kontributin e tij për fitoren e Partisë Socialiste. Ylli Sheu, një tjetër përfaqësues si skuadrës sonë, do të ofroj kontributin e tij në mbështetje të komunitetit Kuksit. Toni Gogu, Peza, Vaqari, Droqi, i angazhuar në shërbim të komunitetit, deputet në këtë legjislaturë, do të vijoj punën për një fitore të jashtëzakonshme në këto 3 njësi. Etien Gjafaj, që në këto zgjedhje do të punoj me ekipin fantastik të Farkës dhe Petrelës e gjithashtu edhe të Baldushkut, forca. Julita Dhame, një aktiviste në fushën e turizmit. Gjithashtu vjes, por kam përshtypjen që jo, është mandati fitoria që do t'jetë një fitore 10 për Partinë Socialiste dhe doja të ftoja këtu ato që përfaqëson njësinë 10, një shtyllë Partisë Socialiste, kontributor që me eksperiencën e tij na bën gjithë të ndihemi edhe më të sigurt. Fatmir Gjafaj, Roy Bashaj, një prej trimëve më aktiv Partisë Socialiste, drejton në Asamblenë Socialiste të Rinisë së Tiranës, Mirgit Vataj, përfaqësues dhe aktivist i shoqërisë civile në kauza për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Jemi një skuadër. Jemi një skuadër e madhe, po një skuadër e madhe ka nevojë gjithmonë për një mbështetëse në fushën e shëndetësisë dhe ajo është zëvendës ministra e shëndetësisë Entela Ramusaço, një mjeke e përkushtuar që i ka shërbyer me mira
pacientëve në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe është koordinatorja e gruas për Partinë Socialiste të Tiranës. Kjo është skuadra jon e plot e qarkut të Tiranës. Kjo është skuadra e cila tashmë pret që të vi në këtë skenë. Atë që transformoi Shqipërinë, njeriun që me vizionin e tij, me punën e tij, na ka çuar në hapin e fundit drejt familjes Bashkimit Evropian, kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin Edi Rama. Mirë, përshëndetje të gjithëve. Edhe spari më lejoni t'ju them që jam shumë krenar për këtë skuadër, sepse besoj që me këtë skuadër ne i kemi dhënë të gjithë qarku Tiranës një ofertë të plot, i kemi dhënë të gjitha moshave një mundësi zgjedhje të plot, i kemi dhënë vajzave dhe grave një buqet ku mund zgjedhin pa dyshim përfaqësuesen e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, i kemi dhënë të rinjve dhe të rejave mundësinë që të bëjnë zgjedhjen e tyre duke u ndjerë pjesë e kësaj skuadre, dhe pa diskutim i kemi dhënë të gjithë profesionistëve po ashtu mundësinë që duke votuar për Partinë Socialiste të kenë mundësi që në të gjithë këtë skuadër të zgjedhin një vajzë, një djalë, një grua apo një burr, pa pasur asnjë dyshim se do të përfaqësohen denjësisht në Kuvendin e Shqipërisë. Por ajo që është sipas meje më e rëndësishmja është që me të gjitha kapacitetet tona ne kemi ndërtuar partinë më të re që është sot në gjithë atë fletë të madhe votimi për Tiranën. Një parti të re, ama një shalqi me provë, që brenda vetes ka edhe të gjithë eksperiencën e të gjitha këtyre viteve qeverisje, duke i dhënë qytetarëve të Tiranës, të gjithë qarku Tiranës, mundësinë që të shohin përpara përmes të res, por edhe të ndjehen të sigurt që rruga jonë përpara është e garantuar përmes eksperiencës. Të dyja këto bashk janë jo të lehta për të bërë bashk, dhe të dyja këto bashk gjenden vetëm në ofertën dhe në alternativën e Partisë Socialiste. Tek të gjithë të tjerët, majtas e djathtas fletës së votimit, ku jo besoj unë rastisht nga pikpamja simbolike ne jemi mund mes, janë ose të kalbur, ose pas një eksperiencë për ta thënë me fjalë shumë të buta. Dhe hedhja e votës kudo tjetër, përveç se tek kutia e Partisë Socialiste, aty ku është numri 5, është ta çosh votën kot. Natyrisht që në gjithë këtë rrugë drejt 11 majit, të gjithë do të kenë mundësinë të dëgjojnë, të pyesin, të kuptojnë në detaje
se çfarë duam të bëjmë ne, jo thjesht në shkallë vendi, po dhe në shkallë të çdo komuniteti. Natyrisht që ne kemi aq shumë gjëra për të thënë nga sa kemi bërë, sa nuk mjaftojnë ditë të tëra nëse duam t'i numërojmë të gjitha një për një. Natyrisht që ne jemi të vetëdijshëm që pavarësisht se ne kemi bërë kaq shumë, ka ende probleme jo të vogla për të adresuar, ka ende plagë për të mbyllur, ka ende shumë punë për të bërë. Por, në këto zgjedhje, ka diçka që është përtej të gjitha këtyre. Dhe këtu unë dëshiroj që të përqendrohem përsëri dhe do lodheni mbase duke më dëgjuar ta përsëris çdo ditë, kurdo dhe kudo që të mundem këtë që do t'ju them. Në këto zgjedhje ka diçka që është përtej të gjitha punëve tona të përditshme. Ka diçka që është përtej të gjitha nevojave të çdo komuniteti në jetën e përditshme. Ka diçka që është përtej gjeneratës time, gjeneratës tonë, dhe ka diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht me partinë tonë, pa diskutim as me asnjë parti tjetër, por lidhet drejt për drejt me fatin evropian të Shqipërisë. Rrethanat kanë dashur që në 11 maj ne të kemi një palëzgjedhje politike, ndërkohë që ne po negociojmë anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe për herë të parë, që se ne kemi filluar të ndërrojmë ditën kur do t'jemi antar të barabartë Bashkimit Evropian, ne kemi një mundësi reale dhe aktuale që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Nuk e kemi pasur deri përpara disa kohësh, por ajo që unë dua që ju dhe të gjithë ta kuptojnë është që mund të mos ta kemi pas disa kohësh. Nuk e kemi pasur deri përpara disa kohësh, sepse pavarësisht se ne kemi bërë detyrat tona, pavarësisht se ne e kemi bërë punën tonë për të ecur më tutje në rrugën e antarësimit, pavarësisht se Komisioni Evropian që merret me shqyrtimin e punës bërë dhe të detyrave të kryera ose jo nga vendet që duan të antarësohen, 3 herë rresht ka konfirmuar që Shqipëria i ka bërë detyrat e veta, dhe 3 herë rresht i ka kërkuar të 27 vendeve që të bien dakord që Shqipëria të hapi negociatat. Ju e dini shumë mirë, ka dalë një vend një herë, pastaj një vend një herë tjetër, pastaj po ai vendi i parë për herë tretë, dhe kanë thënë jo. Ne kemi dashur, ata nuk kanë dashur. Dhe ajo që na kanë përsëritur në vimësi ka qenë, e ardhmja juaj është këtu te ne, ju do punoni edhe më shumë, kur t'i kryeni të gjitha detyrat, ju do bëheni një nga ne, e të tjera. Por ama, unë që jam dëshmitari nga shumë brenda i këtij procesi, kur më parë, deri tani që flasim, nuk e kam parë atë që shoh sot, dhe nuk e kam dëgjuar atë që dëgjoj sot, ashtu sikundër së bashku me gjithë ata që merren me këtë proces, nuk e kemi prekur konkretisht atë që prekim sot. Dëshirën e tyre që kjo të ndodhë. Dëshirën e tyre që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht, kjo nuk ka ardhur nga që ne kemi bërë në një mrekulli. Ne kemi bërë detyrat tona, ne kemi bërë atë që unë e kam përsëritur gjithmonë, sa herë na thoshin jo, unë thosha ne vazhdojmë punën. Një ditë do na thonë po, dhe atë ditë
ne duhet të kemi shkuar përpara njësoj sikur ti kishim hapur negociatat kur na thanë jo. Që do thot të na gjejnë me shumë detyra të bëra paraprakisht. Dhe kështu ka ndodhur. Por ama kjo nuk mjafton. Duhet që dhe ata të duan. Dhe ata sot duan të zgjerojnë Bashkimin Evropian, atyre sot i duhet patjetër që t'japin një mesazh gjithë botës që Europa, Bashkimi Evropian po zgjerohet dhe për ta bërë këtë ka vetëm 2 vende që mund të antarësohen shpejt në Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Mali i Zi. Dhe besoj që është e qartë për gjithë ata që ndjekin sadopak lajmet që pse ata duan. Sepse bota është në një situatë tjetër. Sepse geopolitika në përgjithësi është në një situatë tjetër. Sepse ekuilibrat janë lëkundur dhe ka një moment rikompozimi të gjërave. Atëherë pikërisht në këtë moment, pikërisht për këto arsye, yjet e fatit ton dhe yjet e Europës janë bërë bashkë. Dhe për herë të parë, ne dhe ata duam të njëjtën gjë dhe e duam tani. Duam që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Keni parasysh që është hapur një derë që nuk do ri hapur aty gjithmonë. Dera e zgjerimit hapet dhe mbyllet. Ka ndodhur në të shkuarën, mund dhe me siguri do të ndodhi përsëri. Çfarë na takon ne të bëjmë? Ne na takon që ne të bëjmë gjithçka. Jo ne këtu. Jo familja jonë socialiste kudo ku është. Po shqiptarët, pavarësisht bindjeve të tyre dhe pavarësisht përkatësive partijake, tani si shqiptarë na takon të bëjmë gjithçka që ne të hymë në atë derë para se ajo derë të mbyllet prapa nesh. Dhe te kjo gjithçkaja është futur në mes 11 maj. Mund të kishte ndodhur që ky proces që faktikisht ka filluar zyrtarisht me uljen tonë në tryezën e negociatave vjet dhe kemi rënë dakord me ata që ta mbyllim 2027-ën, pra në 3 vjet, mund të kishte ndodhur që mos kishte zgjedhje në mes. E do kishte qenë më e lehtë. Janë futur zgjedhjet në mes. Zgjedhjet në mes mund larg qoftë ta komplikojnë. Nëse mesazhi i zgjedhjeve do të jetë paqartësi, do të jetë konfuzion i brendshëm, do të jetë një mesazh që nuk do të jetë i fortë mjaftueshëm për shkak të mustaqeve të Kujtim Gjuzi. Mustaqet e Çelos. Nëse ama mesazhi do jetë shumë i fortë dhe të gjithë shqiptarët do të shkojnë te numri 5, pavarësisht nëse janë apo s'janë me Partinë Socialiste, pavarësisht nëse duan apo s'duan, për shumë arsye, mua apo gjithë këta pjesëtarët e kësaj skuadre, por do shkojnë te numri 5, sepse duan s'duan që të gjithë, është Partia Socialiste sot në vendin e dur dhe në kohën e dur. Siç ishte Partia Demokratike në 92-shin. Nuk është se të gjithë ata që e votuan masivisht e donin, por ama shumë nga ata që e votuan masivisht atëre e votuan sepse i dhanë prioritet zgjedhjes kombëtare gjeopolitike të Shqipërisë. Boll më me të shkuarën, boll më me
atë sistem që përfaqësohej në atë moment nga një parti tjetër dhe të gjithë përqafuan praktikisht Europën, përqafuan botën, përqafuan ekonominë e tregut e të tjera, e tjera, e tjera. Sot duhet që shqiptarët përqafojnë të gjithë Bashkimin Evropian, duke i dhënë Brukselit, duke i dhënë të 27 shteteve anëtare një mesazh shumë të qartë që Partia Socialiste, që sot është këtu, është në qeveri, nuk lëviz nga qeveria, në të gjitha rastet, sepse këtu nuk po diskutojmë fitore në aritmetike, këtu nuk diskutojmë a do kemi ne 71, as do kemi ne 71. Këtu po diskutojmë a do jetë Shqipëria në gjendje populli shqiptar t'i japi një mesazh shumë fort Europës, që një forcë si e jona, që bën edhe fushatën për këtë flamur bashkë me atë flamur, ka të gjithë mbështetjen për t'i çuar negociatat deri në fund. Negociatat nuk janë muhabet. Nuk janë muhabet. Negociatat janë një punë e jashtëzakonshme. Tani që ne flasim dhe kiheni parasysh çdo mëngjes kur ju shkonin në punë, ose çdo mëngjes kur ju uleni në kafe, janë 1000 veta, vajza dhe djem, mosha mesatare 35 vjeç, që shkojnë në zyra dhe punojnë deri natën vonë për negociatat. Janë 40 skuadra. Dhe çdo javë, Adea që është këtu, dhe Majlinda që është ministrja tjetër e shtetit dhe që është krye negociatore, ulen përballë Komisionit Evropian për të dhënë llogari çfarë keni bërë, çfarë ka bërë Shqipëria. Dhe jo çka ka bërë vjet, po çka ka bërë javën e shkuar. Çdo javë, sepse ndryshe nuk mbyllen negociatat në 2007. Dhe 11 maj duhet jetë i tillë, shumë thjesht, që kur ne të tjerë të numërojmë votat në 12 maj, 1000 njerëzit që ju fola të vazhdojnë punën qetësisht. Dhe mos ketë asnjë luhatje që ç'a do bëhet. Po tani është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Dhe është historike për të mos u mbështetur dhe për të mos u kuptuar. Është një gabim historik. Është një gjë që mund të ngelet për dekada tëra, një pishman i madh. Ne shqiptarët nuk është se nuk e kemi humbur në të shkuarën trenin e historisë. Për arsye që nga më të ndryshmet. Po ama e kemi humbur trenin e historisë. Tani në 11 maj kalon treni i historisë, jo për Partinë Socialiste, jo për këtë grup deputetësh, jo për 71 mandatet, kalon treni i historisë për të mbyllur negociatat dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Tani, të thuash që procesin mund ta bëjnë të tjerët. Mund ta bëjnë dhe të tjerët, pse çka ka? Është të mos kesh kuptuar asgjë. Nuk mund ta bëjnë dot. Të tjerëve do t'ju duheshin në rastin më të mirë. Në rastin më të mirë. Sikur të mos kishin pasur asnjë ditë njomje të të ndënjurave në kënet. Në rastin më të mirë. Jo më që ata janë në kënet, flenë në kënet, zgjohen në kënet, hanë në kënet, flasin në kënet, bërtasin në kënet, këndojnë në kënet. Do t'ju duhej në rastin më të mirë 6 muaj kohë për të kuptuar se ku janë. 6 muaj kohë do të thotë që nuk bëhet 2027, sepse dhe kështu siç është ne çdo ditë duhet bëjmë detyrat dhe nuk u bë 2027, dera mbyllet dhe në momentin që mbyllet dera, ne psojmë siç e ka psuar Maqedonia, që merreni me mend.
është bërë kandidate për Bashkimin Evropian në 2005. Në 2005. Maqedonia është bërë kandidate për Bashkimin Evropian kur Kesi, deputetja e Kamzës, ishte në maternitet. Dhe sot Maqedonia është me emër tjetër, ka ndru dhe emri, Maqedonia e Veriut, dhe nuk dihet se kur mund t'japi negociatat. Ka disa që thonë, sa ere kemi të gjunë në këtë muhabet. Emër, Rame mu më thotë vetëm Luli, po, emër, prap do t'i mandat tjetër së të dollën të 12 vjetë për t'na fut në bëhe, prap me bëhenti. Mirë pra, por, nuk din disa gjëra shumë thjeshta. Ne negociatat i kemi hapur zyrtarisht dhe jemi ullur tavolin vjetë. E dini kur i ka hapur Malizi? Në 2012. Në 2012. Dhe atje nuk i thonë, ma pëse prap thoni u do ju fu, sepse kjo është një betej ku ti nuk je vetëm. Është një betej ku ti bëm punën tënde dhe janë 27 të tjerë që ti du t'i sjellësh në një mendje që të thonë vazhdojmë. E dini kur i ka hapë Serbia negociata? Në 2014. Në 2014 Serbia ka hapur negociatat, ndërkohë që ne akoma nuk kishim marrë statusin e kandidatit. Dhe më shifni mua dhe më besoni mua kur ju them që na e ndashur disa vite që të fillojnë ata andej të ngrejnë syt edhe të na shohin në sy kur ne flisnim për të hyrë në Bashkimin Evropian. Që t'i ngrejnë syt njerëz si fillim, që t'na shohin edhe mos rrinë kështu me sy ulur, që hajde, flisni ju se kemi ca punë tjera. Kroacia ka negociuar, dhe Kroacia është një nga shembujt më të shkëlqyer, ka negociuar 7 vjet. Tash ne na është dhënë mundësia që të negociojmë 3 vjet, të mbyllim negociatat dhe të hyjmë në Bashkimin Evropian. Tani, çfarë duhet më këtu për të kuptuar? Sa rëndësi kanë këtu tani? Tifozllëku partijak. Jam me Kujtim Gjuzin, jam me ku di unë këtë tjetër, jam me Bufin e Kënetës, jam me këtë, jam me atë, unë nuk i du komunistët, gjyshin ma kanë vrarë komunistët, unë di këtë, asnjë gjysh që është në botën tjetër, dhe që ja marë pushkën në luftën e dytë botërore, qoftë me njërën anë, qoftë me anën tjetër, nuk do hezitonte një sekond për të bërë gjën e dur në 11 maj, sepse antarësimi në Bashkimin Evropian është për gjithë jetën, nuk është për 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë që humbja e këtij shansi mund të jetë për kush e di sa vite tjera qëndrim në vend. Tani, të jesh një qytetar i këtij vendi në një moshë tre që do të shkosh dhe të provosh gjëra tjera, mundësi tjera. Sot nuk e bën dot. Sot, me pasaportën që ne kemi, lëviz lirisht, por nuk ndalon dot lirisht. Ne kemi drejt lëvizim, po s'kemi drejt të ngulemi, as gjikundi, përveç këtu. Ata që ikin dhe duan të ngulen, fillojnë kërkojnë azil, bëjnë sikur janë të persekutuar, ndrojnë emra, bëjnë sikur vinë nga një vend tjetër, punojnë në zezë, fshihen, derisa i kapin i kthejnë mbrapa, të ri që duan të qëndrojnë, as ju shkon mendja të kthehen se kanë harxuar kush e di sa lek për të shkuar edhe futen me krimin e organizuar se s'kan rrugë tjetër për të ngrënë bukë,
Pra, pasaporta jonë, ajo që kemi sot, është liri lëvizje, nuk është liri qëndrimi. Pasaporta europiane e Shqipërisë, në momentin që ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, është pasaport që të jep jo vetëm lirinë të qëndrosh ku të dush brenda gjithë perimetrit Bashkimit Evropian, po të jep të gjitha liritë dhe të gjitha të drejtat në çdo pikë brenda atij perimetri. Shkojmë sot në aeroport, dil këtej, ne lëvizim pa viza. Po duhet dalim më njanë, duhet futemi në një radhë tjetër, ndërkohë që është një korridor atje me këto hyjet, të gjitha ata ikin dhe vetë se kur ngelemi ne atje në radhë, duke pritur që të kalojmë para një polici, ai merr pasaportën, shef kështu nga drita, ku po shkon, sa lek ke me vete, kush të kaftuar, a ke rezervim në hotel, sa do rri, kur do ikësh? Keni paju në njëre që të shkosh në një vënd dhe pa u fut mrena tonë kur do ikësh? Vetëm shqiptarët ose ballkanasit e tjerë kur duan të futen në BE. Dhe pastaj, brenda, jemi të huaj, edhe studentët shqiptarë, janë të huaj. Nuk shkojnë dot në çdo universitet si shkojnë studentët e Bashkimit Evropian. Duhet shkojnë te kuotat e veçanta, duhet paguajnë tarifa më të shtrenjta, kanë të tjera trajtime nga ata që janë në shtëpitë tyre. Tani, të kushtoj kjo gjë, një vot, që ti të bësh pjesë e kësaj, dhe që ti ta investosh votën, që të marrësh pasaportën europiane, ti vetë dhe gjithë familja jote, dhe ti ta marrësh votën, e ta hedhësh në knet, kot, duke jo bërë në gjë se këneta nuk ka shans të fitoj, por duke thjesht dobësuar mesazhin që duhet i japi Shqipëria Bashkimit Evropian në 11 maj. Ç'a kuptimi ka kjo? Të kesh sot një fëmijë 14 vjeç në 2025, që në 2029 do bëhet 18 vjeç. Dhe do filloj të kërkoj të shkoj në universitet. Dhe ti të mos votosh që kur fëmia jote jetë 18 vjeç të ketë pasaportën e BE-s, edhe të shkoj ku të doj për studime si student europian. Ç'a kuptimi ka kjo? E ku ta çosh votën? Ku ta çosh? Në kënet, ta hedhësh, apo ta çosh në ato moçalet e tjera? Janë ca moçale të tjera aty. Aty ku janë të gjithë kushëri me kënetën. Ç'a kuptimi ka kjo? Ndërkohë që është vetëm një vot për të bërë krahasimin. Gjyshrit e të dyja anëve morën pushkën, lanë kockat atje për lirinë dhe për të bërë pjesë e një gjëje më të madhe. Se cili siç e shifte. Ty nuk të kërkohet të lësh kockat. Ty të kërkohet thjesht që bufin e kënetës ta lësh në fatin e vet dhe me votën tënde ti buzëqeshësh fatit europian të Shqipërisë. Doni, jo ju, se ju jeni të qartë, po ju them atyre, merrni, shikoni tu në Tiranë, shikoni skuadrën tonë. Edhe merrni, shikoni listën e mbyllur këtu, në Tiranë. Lista jonë e mbyllur është me njerëz të rinj, ka një mosh shumë më të re se sa lista e tyre e mbyllur, ka, nuk diskutohet, më shumë gra dhe vajza se lista e tyre e mbyllur, dhe ka aty brenda eksaktësisht filozofinë e të gjithë kësaj skuadre
dhe të gjithë vizionit ton një parti e re për Shqipërinë në BE. Ne sot, jo vetëm që duam të marrim mandat e 4, por me këtë skuadër kemi bërë një investim për Partinë Socialiste 2030. Merë tani, shiko listën e tyre të mbyllur. Shifet. Listën e tyre të mbyllur. I shifni ju, i ndishni ju ato që nxjerrun me bufin. Keni parë ato që këta kanë ato gropat në pemë që futen atje dhe ri njëri ke ajo rumbullakja pasaj dalin nga sjetla të tjerët. Ajo lista e tyre mbyllur është fiksa ajo gropa. Një grop në pemë, bufi kënetës aty dhe bufat e vegjel që i kam mbledhur aty, pse? Se ajo është listë për opozit. Nuk është listë për të marrë qeverinë. Ajo është listë që kur të humbi bufi, të bëj atë që ka bërë gjithmonë, mi vodhën, na i vodhën, revolucion dhe mos ketë aty asnjë që ti thotë o buf, po boll. Ajo është listë për opozit. Elisa solli shumë mundin të përsëris. Kujtuan ata zhapikët e vegjel të knetës që plasi peshku e u bë demokraci aty dhe filluan gjithë të fluturojnë zogjt e vegjel aty primaret. Kujtuan se u bë këneta kos edhe u burën primare. I pari i primareve, i pari në gjithë Tiranën, në gjithë qarkun, a i Kavajës. Merrni listën, kërkojeni, s'është. Ku është? E ka ngrënë bufi. S'është ai. E kudhufiti bufi. E të tjerë aty e tjerë. Tani kjo nuk është për ju. Kjo është për ata që jetojnë në këtë Tiranë. Në këtë Tiranë, si të doni, me të gjitha llojet e akcenteve. Në këtë Tiranë që është sot një kryeqytet që ka një aeroport me numrin më të madh të pasagjerëve në të gjithë Ballkanin dhe që e ka tejkaluar Beogradin. Në këtë Tiranë që nga një kënet e madhe është bërë një destinacion turistik, në këtë Tiranë që unë që po shkoj me Ogertën në për këto shtapet e njësive, dalë nga makina dhe duhet orientohem, sepse ka ndryshuar 4 Ciprisht. Tani, ti jetosh në këtë Tiranë, edhe të vësh në diskutim se çfarë do bësh me 11 maj. Kjo është të kesh probleme me shikimin, me dëgjimin, me mendimin. Ndërkohë që këtu nuk është, edhe herë them, çështje PS, kënet e ku diun, Euroatlantikët, se janë edhe Euroatlantikët. Është një forcë e re. Këtu çështja është ky flamuri të jetë ngjitur me këtë flamurin dhe duke qenë se ne e kemi Albania, të jetë i pari në radhë edhe këta 27 të tjerët që kemi kaq kohë që ju shkojnë nga mbrapa, të jenë mbrapa nesh atje me radhë. Dhe e fundit, për të mos u zgjatur më tutje se ju e dini që unë flas shkurt. E fundit. BE-ja, se ka ca që thonë, BE-ja ka probleme për vete, çpun kemi në BE, ne jemi, ku diun, histori. Në fakt, BE-ja është vërtet ka probleme. Po për kë ka probleme BE-ja? BE-ja ka probleme për ata që janë më të mëdhenj.
sot. Sepse BE-ja është organizuar si një familje ku ka më të rritur, ka dhe më të vegjël. Dhe mënyra si funksionon ajo familje është që ata që janë më të mëdhenj dhe që janë më të fortë, japin lek, japin euro. Për ata që janë më të dobët dhe janë më të vegjël, që të rriten. Dhe prandaj, ajo familje është ndarë kontribusit dhe përfitusit. Kontribusit, Franca, Gjermania, Hollanda, Danimarka, japin në BE para më shumë se marrin para nga BE-ja, por sigurisht atyre BE-ja ju duhet për të gjitha gjërat e tjera, tregun e përbashkët e tjera, atyre BE-ja ju duhet eksaktësisht për ato gjëra, që duke ikur nga BE-ja, Britania e Madhe i humbi, edhe tani s'po ditë gjej rrugën. Ndërkohë që Shqipëria, në momentin që futet në BE, është një nga vendet që do përfitojë. Dhe po ju jap shembull shumë të thjeshtë. Sot, në 10 vjet që jemi ne në qeveri, në 10 vitet, ne kemi marrë nga BE-ja total 10 vjet, mbështetje pak më shumë se 1 miliard euro. Si mbështetje zhvillimore. Futemi në BE, çdo vit kemi më shumë se 1 miliard euro mbështetje. Për bujqësinë, dëgjoni kjo. Për bujqësinë. Ne kemi marrë nga BE-ja në gjithë këto vite më pak se 200 milion euro. Që prap janë shumë, krahasuar me shperin më parë. Më pak se 200 milion euro në 12 vjet. Futemi në BE, çdo vit 300 milion euro. Tani, ti je fermer. E ç'po të duhet ty Këneta? E ç'po të duhet ty bufi Kënetës? E ç'po të duhet ty Edi Rama një? Të gjithë në 11 maj duhet mendojnë atë fjalin që bëri kinën atë që është sot. Nuk ka rëndësi që ngjyre ka Macja, rëndësi ka që Macja ka mit. Nuk ka rëndësi që ngjyre ka kjo forcë politike dhe nuk ka rëndësi se si jam vesh unë, rëndësi ka që unë bashkë me të forcë politike fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Tani, mos na e prishni, duhet ju thoni atyre, se ju s'na e prishni, na e prishni ata. Mos na e prishni se i kemi rrethuar. Unë e di se çka kemi heq për t'i rrethuar. Unë e di se çka kemi heq për të ndryshuar atë opinionin e tmerrshëm. Unë e di çka kemi heq për t'i bërë që të na shohin sy. Pastaj për t'i bërë që të na shohin drejt sy dhe pastaj që mos i ulin syt kur ne i shohim drejt sy. Tani, hidheni atë vot. Jo ju, se ju të hedhur e keni. Flas për ata. Hidheni atë vot se nuk po hidhni shpirtin aty. Hidheni atë vot edhe kapni miun. Se ndryshe mbetet me bufin. Kjo është e gjitha. Ky është 11 maj. Dhe të gjitha të tjerat pastaj ne do t'i themi çka kemi bërë, ku ishim, ku jemi, ku do jemi në 2030-ën, sa ishin pagat, sa janë, sa do jenë, sa ishin pensionet, sa janë, sa do jenë, po dhe te pensionet. Doni ju që ne pensionet t'i shtojmë më shumë se sa që kemi mundësi, na duhen para. Jepeni votën dhe pastaj do të kemi më shumë para dhe ato që marrim nga për bujqësinë nga BE-ja i çojmë te bujqësia, këto që ne ja japim bujqësisë se s'kemi BE-n i çojmë te pensionet. Pra,
Duhet kemi më shumë. Dhe BE-ja na jep më shumë. Tani ti thuash jo. Ti thuash jo. Një familje, një krushqie. Ajo kjo është krushqia më e jashtëzakonshme që mund të bëjë Shqipëria. Është krushqia që ka kërkuar Skënderbeu, jo me BE-n, por me Perëndimin, me Europën. Është krushqia që kërkonin rilindasit. Nuk tha kot na imi shkret. Ne shohim andej ku dielli lind aty ku perëndon, do me thënë Europa. Është krushqia që donin të tërë ata që dolën në 90-ën. Është krushqia që duan tërë ata që emigrojnë. Kanë vajtur emigrant në Greqi, duam letrat. Grekët ja japin me pikatore. Jep votën, futu BE, rrin Greqi dhe i thua kam të njëjtën pasaport. A ju kujtohet kur ra Covidi? Ata më shkruanin mua, shiko Grekun, Greku po jep bonus, Greku po jep këtë, Greku po jep, që jep të Greku? Nuk i jep të Greku ato i jep të BE-ja ekstra. Se kur ndodh një krizë, si që ndodhi Covidi, BE-ja hap thesin dhe ja shpërndan të gjithë, se është familje. Është familje. Ne rrim në telefon duke u lut për avion për të shuar zjarret. BE-ja ka të gjithë rrjetin e avionëve dhe kur je në BE ke ti pjesën tënde, e të tjera. Tani kjo është krushqia më e bukur që na ka rënë. Ky është fati që na ka rënë der. Kemi bërë krushqi me lloj çuditërash. Gjithmonë nga lindja. Tani ka ardhur koha ta mbyllim këtë fejesën e gjatë. Mbetëm të fejuar. Jo unë, se unë jam martuar disa herë. Dhe e di shumë mirë, martesa e dur është shpëtim. Mua mori ca kohë, po shpëtova. Tani duhet shpëtojmë Shqipërinë. Të bëjmë martesën e dur. Nusen më të bukur, ta fusim në familjen më të fortë. Tani imagjino një demokrat që thot nuk e japim nusen ne se do pyesim bufin. Si mërse jep nusen, do ta mbash në derë, të plaket në dorë. Ky është një më të maj. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë.